Në Dibër, besimtarët musliman kanë pritur me përkushtim festën e Kurban Bayramit, një nga festat më të rëndësishme të besimit islam, e njohur si festa e sakrificës, e mirësisë, e solidaritetit dhe bashkimit mes njerëzve. Kjo festë shenjë mbart një mesazh të fuqishëm shpirtëror dhe njerëzor, duke kujtuar rëndësinë e sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Kurban Bayrami është një ditë që i fton njerëzit të reflektojnë mbi vlerat më të mira njerëzore, mbi dashurinë për njëri tjetrin, respektin, faljen dhe ndarjen e gëzimit me familjarët, miq dhe komunitetin. Që në orët e para të mëngjesit besimtarët u mblodhën në stadiumin Kurabi të qytetit të Peshkopis për të kryer faljen e Bayramit. Sot është koha që përmes dhuratave t'i bëjmë fëmijët pjesëmarrës në gëzimin e Bayramit dhe të lëmë gjunë të bukura në kujtesën e tyre. Është koha që duke filluar nga shtëpitë tona të shpërndajmë mirësinë, qetësinë dhe sigurinë në rrugë, në qytet, në vendin tonë dhe në mbar botën. Besimtar të nderuar, sot është Bayram, është koha për t'u penduar për mëkatet tona dhe për t'u strehuar në mëshirën dhe faljen e pafundme të Allahu xhel shanuhu. Është koha për t'i vizituar të sëmurët, të mëshuarit dhe pashpresët, e për t'u agëzuar zemrat e tyre. Sot është koha për t'jetësuar në përditshmërinë tonë ajetin fisnik, në të vërtetë besimtarët janë vëllezër, andaj pajtoni mes vëllezërve tuaj. Është koha për t'u dhënë fund pakënaqësive mes nesh, për t'i shuar mospajtimet dhe për të forcuar lidhjet e vëllazërisë. Sot është koha që në thelbësinë e zemrave ta ndjejmë dhimbjen e vëllezërve viktimave të luftës me në krye Palestinën dhe të qëndrojmë pranë tyre me të gjitha mundësitë tona materiale dhe shpirtërore. Të dashur besimtar, i lutemi Zotit të lartësuar që ky Kurban Bayram të sjellë qetësi në shpirtrat tanë, bereqet në punët tona, harmoni familjet tona dhe unitet për mbar umetin e profetit ton Muhamedit alayhis salam. Në këtë ditë feste urimi më i bukur mbetet ai për më shumë paqe, shëndet, begati dhe mirësi në çdo familje.